Pas më shumë se një viti ndalimi, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për rikthimin zyrtar të përdorimit të platformës online TikTok, ndonse qytetarët nisën të kishin akses të plot rreth 3 muaj pas vendimit për mbylljen e tij. Vendimi për mbylljen e përkohshme të TikTok u mor nga Këshilli i Ministrave më 6 mars 2025 me qëllimin për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjt nga përmbajtje të dëmshme që nxisin dhunë dhe bullizëm. Por që nga qershori pa zhurmë me bujë, TikTok ishte i lirë që të aksesojë nga përdoruesit në Shqipëri. Edhe gjatë periudhës kur TikTok nuk mund të përdorej, domethënë nga marsi në qershor, sërish shumë përdoruese aksesuan platformën nëpërmjet rrjeteve virtuale private. Në vendimin e sotëm, Këshilli i Ministrave ka sqaruar se kjo heqje e ndalimit vjen pas adresimit të problematikave në fushën e sigurisë publike dhe sociale në mjedisin digjital. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike do të jetë përgjegjës për realizimin e këtij vendimi, duke respektuar gjithashtu legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. Sot autoritetet shqiptare janë në partneritet me përfaqësuesit e TikTok për filtrat mbrojtës përmes fjalëve kyçe, kontrollet e përmbajtjes dhe modalitetet më efikase të përdorimit dhe trajtimit të shkeljeve. Ky vendim shënon kalimin nga masa kufizuese në një fazë monitorimi aktiv, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe përgjegjësie të përbashkët me platforma digjitale. Paralelisht po punohet për hartimin e një plani të mirëfillt komunikimi dhe ndërgjegjësimi të fokusuar te fëmijët, të rinjt, prindërit dhe mësuesit, për përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të platformave online. Qëllimi është i qartë dhe i orientuar drejt edukimit digjital, mbrojtjes reale dhe ndërtimit të një kulture sigurie në hapësirën online. Kjo qasje balancuar synon të garantojë lirinë e aksesit, duke vendosur njëkohësisht interesin e sigurisë dhe mirëqenies së të rinjve në qendër të politikave publike, theksohet në sqarimin e Këshillit të Ministrave.